Aktualisht kjo festë ka marrë për masa jashtëzakonisht mëdha, pra një natë më parë është festuar në qytetin e Peqinit, në qytetin e Librazhdit, ndërkohë që Elbasani mbetet kryeqendra e ditës verës, por prej disa vitesh kjo festë ka marrë për masa jashtëzakonisht mëdha edhe në Belsh, edhe gjatë këtij viti. Në këtë bashki janë bërë organizime të jashtëzakonshme ashtu si në Elbasan, duke kthyer në një festë mjaft masive. Madje Elbasani dhe Belshi vitet e funit kanë rikthyer edhe një traditë shumë të lashtë të festës ditës verës, siç është ajo e pikniqeve, një festë që është përkrahur shumë fort edhe nga gjenerata e brezit ri, duke bërë po kaq të bukur saç ka qenë edhe shumë vite më herët në Elbasan, por tashmë po merr për masa të tilla edhe në rajonet tjera të Shqipërisë, siç ka ndodhur prej shumë vitesh, edhe Bashkia e Tiranës ka pas bërë organizime të jashtëzakonshme, pavarësisht se në këtë 14 mars nuk është ndjerë ajo atmosferë që është ndjerë në vitet e tjera, por gjithsesi Elbasani e ka përhapur atmosferën në të gjithë Shqipërinë.